për secilin projekt infrastrukturor, është caktimi i mbikëqyrësve, caktimi i disa procedurave të tjera që janë si të domosdoshme, jo të nevojshme, po të domosdoshme si procedura para se me fillu puna fizike në teren. Unë pres që këto do të përfundojnë jashtëzakonisht shpejt dhe pres që çështje javësh që do të filloj edhe do të mbaroj ashtu si që kemi thënë për 30 muaj. Qendra klinike universitare do të ketë qendrën klinikën emergjente jashtëzakonisht moderne me të gjitha shërbimet emergjente aty brenda. Domthon, janë ndruar sa qeverie, sa ministra të Ministrisë së Shëndetësisë edhe këto, edhe një qendër emergjente ndashtruj e moderuar, ndashtruj që i plotson kushtet edhe kriteret për një trajtim të numrit kaq të madh pacientëve deri që tash i ka munguar. Qendra emergjente që shosh tash funksionon vetëm në 503 metra katror. E në çdo 503 metra katror, veç vitin e kaluar janë trajtu 103.870 pacientë. Kurse veç në 3 mujorin e parë të këtij viti janë trajtu 28.021 pacientë. Është pajisme, e furnizume edhe e dizajnume në atë mënyrë që t'i plotësoj gjitha kriteret edhe nevojat për trajtimin emergjent çdo pacienti, si me salla, si me aparaturë, si me gjithato. Gjendjen në cilën funksionon emergjenca aktualisht është jashtë çdo standardi për shkak se ka një fluks shumë të madh të pacientëve, në anën tjetër kapaciteti i hapësirave dhe resurseve humane që punojnë aty janë jashtëzakonisht kufizuar. Ne kemi nevojë për një klinikë emergjente, që kemi thënë edhe më herët, edhe kjo duhet më bë sa më shpejt. Objekti që ka nisë shumë herët e që po zvarritet edhe aktualisht, mendoj se do duhet zgjidhej sa më shpejt në mënyrë që të jetë funksionale dhe pacientët mund të qasen atij objekti.